që shpesh si shoqni kena ditë me i përzi, mes moshkullit edhe burrit. Një prej thonjeve të vjetra që mbjetën të lënkohë është ajo që shumë lindin meshkuj e pak vdesin burra, çka kallëzon që ju detyrimisht të cili moshkull është burr. Pra burr është epitet, burr është titull, i cili fitohet me kohën e ju diçka e lindne. Burri e tregon veten në situata në cilat një moshkull nuk mundet me mbjetu ose nuk mundet me kalu pa pas pasoja prej tyne. Normalisht që si shoqënia që evoluon ose ndryshon edhe mandej perceptimi mes perceptimi ndaj një burrit. Ndryshe është perceptuar një burr më herët dhe ndryshe perceptohet tash. Normalisht kjo është edhe keq normale të pas parasysh se sa shumë ka ndryshuar shoqënia. Na vim prej një shoqënie ku kemi jetu 50-60 anëtar me një familje dhe kemi kaluar në një shoqëni ku jetojnë maksimum 4 deri 5 anëtar. Kështu që normalisht roli i burrit prej asaj familje në këtë familje dallon shumë, po praktikisht në disa gjëra edhe mbetet i njëjtë. Kështu që nuk mendoj që është e barabartë, nuk mendoj që duhet me i qitë në vogë, që thot populli burrat e atëhershëm e tashëm, me i gjyku burrin me standardet të kalumes edhe të tashmes. Mirë po praktikisht po burri duhet me mbet po i njëjtë në shumë prej tipareve ose cilësive të cilat e bojnë burrin burr. Disave që u përmenden, që është besa, është fjala, është një karakter shumë i qëndrueshëm, një karakter i cili edhe përballë sfidave të mëdha nuk lëkundet lehtë. A kanë sot burrat besë dhe fjalë, Leonard? Burrat kanë. Meshkujt jo. Po sa, a ka më shumë burra sot apo meshkuj? Këto është çështja. Specie në zhdukje. Këto është çështja. Jo, nuk janë në zhdukje, ka burra, se pa burra nuk mbjeton një shoqëni. Kështu që burra ka, po normalisht që me ndryshimin e gjeneratave bën ndryshime të mëdha. Është një thonje që thotë kohë të vështira krijojnë gjenerata të forta, ndërsa gjeneratat e forta krijojnë kohë të lehta, të cilat mandej krijojnë gjenerata të dobët. Na jena të jetu në qëtë mes. Na jemi në një kohë shoft tek dje, tek mbram, kur është bën publik lajme për vdekjen e tij, Said Jashari, kontributi i tij në një kohë shumë të vështirë ka qenë jashtëzakonisht i madh. Çta janë burra? Që në kohë të vështira e tregojnë veten, ndërsa kur zbutet koha, kur të bëhet pak më qetë, ai tërheket në atë qoshën e vet dhe rrin prej aty. Nuk kërkon vëmendje, nuk lyp zhurmë, lyp qetësi, edhe veç e pret momentin kur ai e kallzon veten. Patjetër. Arenita? Unë me pak fjalë, burri që është burr, mas pari nuk e lun fjalë.